Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Çifti Gjesti Egli I japin fund një herë e mirë, zbulohet arsyeja. Mario ka qenë instruktori I kunatit tim. Ky është I vetmi kontakt. Me sa duket këto fjalë të Eglit nuk kanë qenë të besueshme për Gjestin. Gjesti ka heshtur krah asaj, mirëporjeti nuk vonoi të shpërndante edhe një herë fotot e bujshme të Eglit krahas Marios, të cilat janë publikuar ekskluzivisht 2 vite më parë. Teksa në post Big, Egli u justifikua me faktin se në fotot e qarkulluara në pishina së kohe ishin mbledhur si grup shoqëror, ndërsa dashakeqët ja kishin punuar jo bukur duke I shpallur çift. Pamjet faktikisht flasin vetë dhe nuk duken tamam si shoqëror. Me sa duket, kjo ka qenë edhe arsyeja që çifti Gjesti Egli I kanë dhënë fund përfundimisht sapo kanë dalë nga Bigu. Afrimiteti në këto foto nuk tregon se të dy ishin thjesht të njohur nga kunati I Eglit. Aso kohë, Egli reagoi ashpër duke justifikuar Marion si shokun e saj të ngushtë pranë shoqërisë së cilit ndihej mirë. Në atë kohë, ajo thoshte, kaq të pacip dhe kaq të pangopur jeni, sa e ndaluar që nga të kesh shok, sa e ndaluar që nga të kesh rreth shoqëror. Në atë video mund të ishte kunati im, mund të ishte shoku im I ngushtë që na 9-vjeçarja, mund të ishte djali I tezes apo çdo mashkull tjetër që më doj shefi të mbajnë rrethin tim shoqëror. Ju, ku I keni faktet që vendosni tituj kaq të ulët, sepse nuk e keni bërë vetëm me mua, por edhe me figura të tjera. Mjafton të mbushni faqet me lajme, po se çfarë shkruani nuk ka rëndësi. Na lini të lirë të kemi shoqëri, o Shqipëri e qelbur dhe prapambetur. Dhe duket se gjitha kjo ka nisur të mbaj erë, kur mes të gjitha deklaratave dhe fotove që po qarkullojnë në rrjet, marrëdhënia me Gjestin nuk duket kaq e mirë. Ky I fundit ka fshirë çdo postim të kaluar në Instagram, ndërsa Egli ka hequr të gjitha fotot me Gjestin.